A e kuptoni ju se ç'a ndodhi sot në botë apo se kuptoni më? Sot e kjo video do flasim dy fjalë për vendin e vetëm që tregoi sërish se kush e ka fuqinë reale në këtë glob. Shtetet e Bashkuara nuk janë thjesht një superfuqi. Ato janë një vend aq i fuqishëm sa që kur e vendosin të bëjnë diçka, askush nuk i ndalon dot. Sot vendosa të lexoj pak se çfarë bëhet nëpër botë. Normalisht interneti është i mbushur me lajme për Amerikën dhe Venezuelën, por shumë analistë thonë që Amerika sot tregoi që me të nuk ka lojra, nuk ka fjalime boshe dhe ka veprime që lejnë gjurmë në historinë botërore. E kuptoni që thëmë në historinë botërore? Dihet botërisht sot Amerika ka sulmuar Venezuelën, ka shkatruar objektivat e saj strategjik dhe kanë arritur të kapin Maduron dhe gruan e tij. E kuptoni që thëmë? Forcat më të mira të Amerikës kanë shkuar në mes të Venezuelës dhe e kanë zgjuar nga gjumi presidentin, e kanë të rejë zvarë se s'dihet mirë se çka ka ndodhur, e kanë hyrë në helikopter, e kanë paketuar dhe e kanë çuar direkt për New York. Sot janë vendosur në jetë skenaret më të bukura të filmave aksion. A e kuptoni çfarë mesazhi është kjo? Që çfarë përfundimi marrin të gjithë ato lidera që sfidojnë rendin botror? Besoj e kuptoni se çfarë është ky rendi botror, se s'ka nevojë ta flasim çdo gjë në këtë video.